Myftinia Shkodër nisi takimet me kandidatët për haxhiler që do të shkojnë në Qabe javën e ardhshme. Në xhaminë e Ebu Bekër, ku mbajt edhe takimi i parë, ju kujtua të pranishmëve se për besimtarit musliman, udhëtimi për në Qabe është udhëtimi më i bukur i jetës, ndaj myftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari theksoi. Ju të dashur dhe të shtrenjtë haxhiler, po shkoni drejt një udhëtimi i cili është udhëtimi i jetës. Mirë po që është i rrethuar me befasi dhe mirësi të panumërta, me të cilat Allahu Azza wa Jall don me e begatu zemrën gjithë secilit për ju. Juve ju mjafton merr dhe kanari në vetvete, edhe një tërheqje drejt dashurisë së Allahut Azza wa Jall, ajo fjalë e madhe e pejgamberit alayhi salatu wasalam që umregjit dhe haxhilerët dhe umregjit janë të ftuarit e Allahut, delegatë të Allahut. I ka thirrur dhe i janë përgjigjur. Ata i lutin, ai i përgjigjet. Ju mjafton merr dhe kanari legjitime që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar një dua të madhe, me e bën ne për ju, e pastaj me ju kujtu ju me u lut për ne. I pranishëm në këtë takim ishte dhe myftiu i Tiranës Imam Bilal Teqja, i cili u ndal tek përjetimi i haxhilerit gjatë këtij udhëtimi. Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. ishin ata cilët i besoi Allahu xhaleshanu një amanet shumë të madh që të ndërtonin Qabën me udhëzimet hyjnore, me udhëzimet prej Allahut. Dhe bënin me aq kujdes çfarë thot Allahu xhaleshanu për Ibrahimin a.s. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar. Përkujtoj në libër robët tonë, Ibrahimin, Ishakun, Jakubin, ulil aidi, njerëz shumë punëtor, wal absar dhe njerëz me vizion të madh. Pra imagjino, ai që atë kohë mira vite përpara Ibrahimi a.s. e ndërtonte Qabën dhe duke ditë se çfarë përmasash do marri kjo vepër që u dukte si vepër e vogël në atë kohë. Kush do të ishte një njeri i thjesht, kush do mendonte që miliarda njerëz çdo vit, miliarda njerëz vit mbas viti, do ta vizitonin edhe do të shkonin për haxhillik me adhuru Allahun xhaleshan në atë shtëpi që ndërtoi Ibrahimi alayhis salam mira vite përpara, subhanallahu. Kandidatët për haxhiler nga Shkodra do të nisin udhëtimin për në haxh me datë 30 maj, ditën e premte. Deri atë ditë, ata do të zhvillojnë edhe disa takime të tjera sipas programit të Myftinisë Shkodër.